Kosova është shtet laik. Kurse Maqedonia nuk është shtet laik. Maqedonia është shtet sekular. Deshte apo nuk deshte është shtet sekular. Me kushtetut Maqedonisë është e përcaktuar dhe njihet organizimi religjios i Kishës pravoslave dhe organizimi i Islamska zajednicës. Prandaj këtu në Maqedoni, kur desni kush patjetër do të më shku me moni dokumente Islamska zajednica, pavarësisht a je me hoxhallart apo nuk je me hoxhallart. Je por ose je kundër. Mirë, në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë, sonte baj apel, është edhe kategoria e grupeve religjioze. Unë tham që feja ime është shqiptaria, se feja lind me njeriu, unë natyrshmëria ime. Besimi është Muhammedan. Vlera e Kuranit që ndjeki Kurani, mësimet e Kuranit. Dhe nëse ju e konsideroni si ky grup i jemi, i shqiptarëve, është grup religios, edhe neve na takon e drejta në këtë shtet, njëjtë siç i takon Kishës pravoslave, Kishës katolike dhe Islamska zajednicës. Ne jemi grup religios, jemi shqiptaria jonë si feja. Këni çorda jo.